Garën për kryetar komune në Prizren, Shaqir Totaj do ta vazhdojnë në koalicion me LDK-n, kurse kundër kandidatët e Karta në Brashin nga lëvizja vetëvendosje, Shaqir Totaj pas nënshkrimit të këtij koalicioni ka shkruar: "Të dashur qytetarë të Prizrenit dhe përkrahës të PDK-s, rezultati i raundit të parë të zgjedhjeve tregoi qartë besimin për të vazhduar edhe një mandat me punë të mira e vepra konkrete për Prizrenin. Mbështetja e treguar në çdo lagje, kudo në qytet e fshat ishte dëshmia rrugës së drejtë që kemi ndjekur duke ju qëndruar afër qytetarëve pa dallim. Absolutisht jemi të vetëdijshëm se ende ka shumë punë për të bërë për Prizrenin që duam të gjithë. Prandaj në këtë zgjedhje kemi shpalosur vizionin e ri të projekteve të mëdha që modernizojnë Prizrenin më tej. Në jetë kam ndjekur parime gjithëpërfshirëse të bashkimit dhe afrimit me qëllim të afrimit të mirave publike. Kam punuar me profesionalistë të bindjeve të ndryshme politike për çdo herë dhe kam ndjekur rrugën e drejtësisë, barazisë dhe respektimit të ligjit. Në mandatin e parë si kryetari i Prizrenit e dëshmua me punë të mira, por e pandryshuar në rrugën e gjithëpërfshirjes dhe bashkimit me të gjithë për të mirën e qytetit tonë. Sot jam i lumtur të ndaj lajmin e arritjes së koalicionit për bashkëqeverisje me LDK-n, i bindur se idetë e reja dhe përvojat e kësaj force politike do t'i shërbejnë Prizrenit edhe më shumë. E falenderoj udhëheqjen e kësaj partie dhe kryetarin e Degës në Prizren, Driton Selmanaj, për besimin dhe mbështetjen në balotazh, duke dëshmuar se para Prizrenit dhe qytetarëve të tij interesat partijake mbesin në rendin e dytë.